Shko, ti the i gjë shumë mirë. Problemi është tash interesante. Kujt i intereson dhe kush duhet ta bëj dhe pse vazhdojnë kështu këmbgulin, në këtë gjendje fatale. Kjo parti, pse? Sepse Berisha e di që s'fiton kurrë. Po. Dhe pra nuk e reformon atë parti, se nuk i duhet. Ai sa të kohë tjetë vetë aty, ajo s'ka për të fitu. Kështu që atëherë marr njerëzit e mi dhe rri këtu dhe rri në opozit. Se ja ka parë dhe opozitës. Po si sa ka pam? Funfare dhe opozita është i lloj pushteti që ka bereqetet e veta. Po si s'ka. Tashi nga ana tjetër opozita i duhet me qenë dhe me pas ekskluzive, sepse rrezikon dhe burgun. Po. Se spaku jo vetëm ai, po dhe familja. Pikërisht pra. Edhe djali. Kështu që i duhet si instrument kërcënimi ndaj spakut dëgjontarëve të gjithëve, sepse kur ai hetohet thotë ju jeni duke hetuar liderin e opozitës. Vetëm se po heton Sali Berishën, Dumani sot shpallet nga gjithë opozita si organizatë kriminale, kriju një organizate kriminale. Edhe kjo është që është katastrofë. Ora un kam 100 vërejtje për Dumanin, po kjo të merr që është organizatë kriminale. Po vallai, domethënë sado vërejtje mund të kesh, më vend ku s'është kap kurrë në një, domethënë ai ka bërë mrekulli për mua, domethënë se ka kap jam krejtësisht dakord. Por ka bërë mrekulli dhe kjo që thatë ju keni plotësisht drejt, kjo po e pengon Dumanin ti bi krau tjetër, sepse drejtësia duhet të jetë e barabartë, je lider së opozitës, je lider opozite. Por sido që të jetë presioni madh, ka bëj efekt vet. Tashi si mundet që ti ke hyrë zgjedhje ndërkohë që armikun më të madh ke Dumani se sa Ramën? Po. Se po të shohësh deri para zgjedhjeve, se në zgjedhje ndryshoi çik se ju desh për fushat, domethënë. Më shumë godet Dumani se sa Ramën, se me Ramën me pazari, do më marrëveshje, me Ramën bën amnistin, qitet nga burgu çfarë ka arrestuar Dumani. 150 veta më shumë nga ata që spaku i ka futur burg për korrupsion, këta i qitin nga burgu me amnisti, kanë bë kodin elektoral bashk, kanë bë ligje edhe më thënë kohën për kodin elektoral. Dhe pastaj thotë që kush msham u thotë është me Ramën, ndërkohë që veti bë pazaret me Ramën. Kjo është katastrofë. Jo, tash një gjë interesante, ja vlen ndoshta me kap. Ti thu që Rama i ndryshon njerëzit e vet. Po. Po të shohësh Rama në këto 12 vjet kanë ndryshuar 4 qeveri pojer. Po. Domethënë Rama është, unë kam shpjeguar këtë si një karrocier. Që i ndro kuajt e karrocës në çdo rrugë që bë. Ti the që Rama i ndryshon qeveri, ka ndryshuar 4-5 qeveri deri tash. Domethënë që her pas here sjell të rinj, gjak të ri, domethënë mrena. Rama është dhe Berisha janë si karrocierët. Rama i ndron kuajt e vet në çdo vrap. Merr të ri që janë të palodh. Por karroca prodhon gjithë gjë, sepse Rama ka prapë qeveri të korruptuar, sepse është karrocieri i gabim. Berisha ç'a bën? Ka 35 vjet që s'ndro as kuajt. Me të njëjtët kuajt vazhdon. Vendin imazh. Tani ndryshimi është Rama është si puna aty të Pianecit që ndryshon, domethënë që ke parasysh atë skeçin me Koçet e Volën që ishte Pianec, edhe kishte thonë fjalën partisë që unë do ndryshoj, do bëhem tjetër një, nuk do pi më tha, domethënë gjasme, por do di që unë ndryshova tha. Tjetër njeriu bona, po do të që edhe ky tjetri Peter Akith. Domethënë Rama është një gjë, po ky tjetri, ky as nuk ndryshon, domethënë, pra paktën për imazh, për kriju një imazh të ri për ky ka mrena, për shembull Tritan Shehur e ka pas në partitë punës më. E ka qenë bashkë që para 90-s në politikë. Po e di, më kanë qenë edhe më shumë se partia. Vazhdojnë janë, dakor, vazhdojnë janë në partinë demokratike të dy. Kanë qenë edhe trungar.